Dekretimi i datës së zgjedhjeve nga presidenti të datës 9 nëntor, zgjedhje të cilat prekin edhe Vlorën, prefekti Platon Nesturi ndalet tek situata dhe infrastruktura për mbarvajtjen e tyre. Prefekti Vlorës thekson se prej shpalljes së vakancës, por tashmë edhe dekretimit të datës, jemi gati në çdo moment së bashku me të gjitha institucionet, por edhe me bashkëpunimin e KQZ-s për mbarvajtjen e fushatës elektorale, por edhe zgjedhjet për kryetarin e ri të bashkisë. Nuk mungojnë elementet, por edhe gjithë infrastruktura e nevojshme, ku qëllimi është nxjerrja e një kryetari të ri që do t'i shërbejë Vlorës. Shpari, domethënë që nga momenti i shpalljes vakancës për Bashkinë e Vlorës për çështjen e kryetarit të bashkisë, padyshim që përgatiteshim për zgjedhje. Tashmë ky dekret është vendosur nga presidenti i vendit, kështu që në këtë kuadër edhe në bashkëpunim edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, do të jemi gjithkohon në aktivitet dhe në marrjen e masave të gjithashme për përballimin me sukses të fushatës elektorale, nga ana e çështjeve të infrastrukturës apo dhe të mjedisit në të cilën padyshim që kemi përgjegjësi për të ndjekur në konform rregullave dhe ligjeve të cilat janë në fuqi. Në këtë kuadër nuk besoj se na mungon as eksperjenca, nuk na mungon njëkohësisht edhe elementet e tjerë të marrjes së gjitha masave për përballimin e një fushate e cila të nxjerrë një kryetar të ri dhe që t'i shërbejë qytetit Vlorës. Ky është s'pari një detyrim ligjor dhe në këtë kuadër nuk është e nevojshme, domethënë në moment që del dekreti, fillon gjithë procedura për marrjen e masave konkrete për përballimin e fushatës elektorale. Nesturi thekson se kemi të bëjmë me një detyrim ligjor dhe nuk ka lidhje me faktin se bashkia ka pësuar ndryshime apo është qyteti në punime. Qëllimi është vetëm një që bashkia të ketë një kryetar të saj. Kemi të bëjmë me një detyrim ligjor që kemi të bëjmë pikërisht me plotësimin e kësaj vakancë. Pra, për që bashkia të ketë kryetarin e saj dhe për këtë të rriten qytetarët të votojnë. Gjithë elementet e tjerë që shprehet ju nuk kanë të bëjnë fare me çështjet e votimit. Pra, këtë kuadër punimet dhe çdo gjë tjetër për qytetin e Vlorës vijojnë, sepse është në dinamikën e vetë punëve për një qytet i cili realisht me ecurim, me zhvillimet e veta dhe me gjithë çështjet të cilat ka të bartura apo të perspektivës të së ardhmes për të ndjekur. Kjo është një proces i cili do të vijojë pavarësisht çështjes së fushatës elektorale apo të procesit zgjedhor. Data 9 nëntor e përcaktuar tashmë nga dekreti i presidentit, teksa prefekti nuk ka bërë një koment mbi datën, teksa sipas tij nuk i takon prefektit opinioni mbi datën e zgjedhjeve. Nuk i takon prefektit të japi opinione, po se kush është, ne kemi detyrim ligjor që në moment që del dekreti i presidentit ta ndjekim me rigorozitet çdo hap i cili është i vlefshëm për një zgjedhje normale dhe në kushte sa më komode për që qytetarët shprehin vullnetin e tyre për zgjedhjen e kryetarit të ri.